Nuk është as pak fitore e Erion Velis, por sigurisht është një triumf i legalitetit mbi të paligjshmen, sepse të mos harrojmë që më rënd akoma se sa procedura e shkarkimit apo aktet antikushtetuese të qeverisë në raport me kryetarin e bashkisë, cili është i pozicionit cilin në këtë rast unë kërkoj që të ndahet nga emri specifik, një paligjshmëri dhe një shkelje kushtetuese e cila në fakt u thellua për fat të keq edhe me dekret presidencial, duke patur parasysh që institucioni i presidentit është një nga garantët kryesor të respektimit të kushtetutës, e megjithatë gjykata kushtetuese tani më e krijoi precedentin, asnjë kryeministër, qoftë ky aktuali, nuk mund të shkarkojë një kryetar bashkie të zgjedhur dhe as të detyrojë këshillat bashkiake të votojnë sipas një urdhri apo sipas një disipline ushtarake vertikale, ku është kreu i ekzekutivit ai i cili vendos për gjithçka, dhe sigurisht është edhe një fitore e autonomisë vendore, e cila qartësisht këtë periudhën e fundit është shkelur në mënyrë flagrante nga qeveria dhe posaçërisht nga kryeministri.